14 shërbime të reja sociale u prezantuan nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në kuadër të eventit Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve. Gjatë vitit 2026, Fondi Social do të financojë 14 shërbime të reja, të dedikuara për fëmijët dhe nënat në nevojë, fëmijat dhe të rriturit me aftësi ndryshe, të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror. Kryeministri Rama vuri në dukje transformimin rrënjësor të sistemit të shërbimeve sociale në dekadën e fundit, duke theksuar se sot Shqipëria mbështet në mënyrë të organizuar rreth 65.000 individ përmes një rrjeti institucionesh dhe shërbimesh në nivel qendror dhe vendor. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pika shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Ama me ana tjetër, bazuar edhe në mënyrën se si funksionon ende për fatmirë shoqëria shqiptare, që nuk është akoma e tërësisht e perëndimorizuar në pikën që njeriu nuk i thot mirëmëngjes njeriut edhe pse mund të jetojnë ballë për ballë. Është e rëndësishme që me bashkit të shtyjmë shumë më tepër përfshirjen e familjeve në këtë sistem për kujdesje sociale. Duke folur për mbështetjen financiare, kryeministri theksoi se buxheti për shërbimet sociale është rritur 6 herë krahasuar me fillimin e reformës dhe vetëm këtë vit është 17% më i lartë se një vit më parë. Megjithatë, ai shtoi se rritja e buxhetit nuk mjafton, duke lënvizuar nevojën për konsolidimin e mëtejshëm të sistemit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në strukturat e kujdesit shoqëror. Buxheti është gjithmonë më domethënës, sigurisht. Është rritur, siç e tha ministra, 6 herë nga momenti kur ne kemi nisur këtë përpjekje, është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thot dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato kërkoi rishikim të ligjit për përkujdesjen sociale, duke theksuar se harmonizimi i legjislacionit shqiptar me atë europian nuk mjafton.